Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së akrepit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për shenjën e akrepit për muajin qershor. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që do na vi për muajin qershor për të gjithë ju. Atëherë, ju shoh që ju jeni jeni të përqendruar në fillim të këtij muaji. Këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit dhe është energjia juaj. Energji të shenjave të ajrit dhe të zjarit. Ju në fillim të muajit do jeni të përqendruar në humbjet që keni pasur. Mund të jetë humbja e një dashurie, mund të jetë humbja e një personi, humbje ekonomike ose humbja e një pune. Por dhe humbje të tjera ose dështime të ndryshme që mund të keni pasur. Gjithsesi ju shoh me fillime të reja. Ju, sepse karta ju këshillon, ju thotë që dilni nga këto situata dhe shikoni sepse keni mundësi dhe oferta. Dhe këtu flasim, keni mundësi dhe oferta në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Dhe një fillim i ri do ndodhi në mesin e muajit. Ndoshta ju do filloni të jepni përparësi këtyre mundësive që do t'ju jepen. Dhe këtu flasim, mund të jetë mundësi në lidhje me dashurinë, mund të jetë mundësi të reja në lidhje nga ana profesionale, ose njohje të rëndësishme që do krijohen gjatë kësaj periudhe. Dhe ju do lini mbrapa situata të vështira që keni kaluar dhe ju shoh që do tregoheni shumë të kujdesshëm me fillimet e reja që ju do bëni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Dhe jeni përsëri te energjia juaj. Kemi energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës tuaj dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh që në fillim të javës, nuk e di, por do tregojeni shumë të prerë në lidhje me situata të ndryshme, sepse ju shoh që në fund të javës ju dëshironi të tregojeni të kujdesshëm, duke lënë mbrapa vështirësitë që mund të keni kaluar dhe këto mund të jenë vështirësi në lidhje me dashurinë, vështirësi në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike dhe ju do përdorni më tepër pjesën e logjikës se sa pjesën e zemrës. Një pjesë prej jush i shoh në kërkim të një dashurie dhe dëshironi të ndryshoni diçka aty dhe një person vjen drejt jush. Është një person që ka pasion, një person që mund të jetë në një udhtim të shkurtër ose të gjatë. Ju mund të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në lidhje me njohjet e mëparshme. Ose lidhjet që mund të keni pasur. Një pjesë prej jush mund të jenë në kërkim të një pune dhe aty në mes të javës gjërat do ndryshojnë. Ju do t'i lini mbrapa të gjitha vështirësitë në vendin e punës ose për të kërkuar një punë, një partneritet, një bashkëpunim dhe ju presin surpriza pafund. Shoh një ofertë në lidhje me ju. Mund të jetë një ofertë pune, një ofertë dashurie, një ofertë në lidhje me partneritete ose bashkëpunime, ndërsa për një pjesë tjetër, ju ndoshta jeni në pritje të një udhtimi dhe këtë udhtim do ta bëni në fund të javës së dytë. Gjithsesi, me energjinë tuaj, ju do pësoni një transformim shpirtëror, por ndërkohë do keni dhe ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave, disa të tjerë në lidhje me studime të ndryshme, ku aty ndryshojnë gjërat, ndërsa një pjesë tjetër në lidhje me udhtimet, thamë. Gjithsesi është një javë e mirë, java e dytë dhe java e tretë. Ju shoh energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, energjia e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të tokës. Në javën e tretë, shoh që ju do jeni duke ndruar me sëndrave, iluzioneve. Për pjesën e personave që janë beqar, ju shoh që ju do keni shumë oferta.
por ju do të jepni rëndësi vetëm një oferte, një njohje ose një personi që do t'ju tërheqi më tepër. Ndërsa për disa të tjerë ju jeni duke ëndrruar ndoshta në lidhje me një udhtim që do bëni, dhe gjatë këtij udhtimi do keni mundësira pafund, edhe në lidhje me punën tuaj, ose nga ana profesionale, por edhe nga ana ekonomike. Dhe ju shoh në mesin e javës, do dëshironi të rrezikoni, të hidhni hapa para. Për pjesën e beqarëve, ju do dëshironi të futeni në një njohje me këtë person që jeni duke ëndrruar, sepse shoh që ju do investoni te ky person nga ana emocionale. Por ju do keni dhe një mbështetje emocionale, ndoshta edhe nga persona të tjerë. Por mund të jetë edhe që ju ndroni në lidhje me një punë, me këtë ofertë që do t'ju vi. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të thoni që unë do rrezikoj, do ta provoj këtë gjë. Dhe do hidhni hapa në lidhje me këtë gjë. Dhe shoh për disa të tjerë do rrisni dhe të ardhurat tuaja gjatë javës së tretë. Gjithsesi është një javë fantastike, me sëndrave, iluzioneve, oferta, por dhe fillime të reja nga zerua. Fillimi një dashurie të re, fillimi një pune të re, një fillim i ri ekonomik, por edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju, dhe këtu kemi të bëjmë me gjitha energjitë e shenjave të horoskopit, një pjesë prej jush do keni rritje rroge, ose ju do rrisni të ardhurat në një rast tjetër, ose për një pjesë tjetër me këtë ofertën që do vinë në javën e tretë, ju mund të jeni duke bërë edhe dy punë njëkohësisht për të rritur të ardhurat tuaja. Dhe për pjesën tjetër do jeni duke investuar në lidhje me studimet tuaja ose në lidhje me një udhtim që do bëni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh, nuk e di, por për pjesën e personave që mund të keni qenë në një njohje, në një lidhje, ju mungon shumë ky person. Për një pjesë tjetër, mund t'ju mungoj, ju ndoshta rrisni të ardhurat, shpenzoni shumë para dhe në fillim të javës së katërt mund të bëni dhe një investim, mund të jetë një investim për fëmijët tuaj, një investim në shtëpinë tuaj, një investim për veten tuaj. Dhe kjo gjë do të bëjë që të ngeleni me pak para nëpër duar në fillim të javës së katërt. Gjithsesi, ju shoh që ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta dhe çelësi është në dorën tuaj dhe këtu kemi përsëri energjinë tuaj, sepse fati do t'ju ndihmoj, por jeni të mbështetur dhe nga energji më të larta. Dhe ju shoh në pritje të gjërave që ju dëshironi për t'i çuar përpara. Duhet keni kujdes sepse mund të keni dhe një lodhje të madhe fizike gjatë fillimit të javës së parë për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Gjithsesi kam rrotën e fatit këtu që ju do të jepni drejtim, por dhe çelësi për t'i dhënë drejtim situatave është në dorën tuaj. Në qoftë se ju dëshironi të jepni drejtim një dashurie, fatin e keni këtu. Është në dorën tuaj, atëherë jepini. Për disa të tjerë, në qoftë se ju dëshironi të bëni një udhtim, atëherë fatin e keni me vete. Dëshironi të bëni fillime të reja në lidhje me dokumenta të ndryshme, me studime të ndryshme që mund të keni, atëherë është në dorën tuaj. Dhe në fund, ose në lidhje me një ofertë pune, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Dhe në fundin e javës së katërt, ju shoh që ju do jeni në pritje të një përgjigjeje. Ndoshta ju do merrni iniciativa dhe do jeni në pritje të përgjigjeve. Mund të jetë një përgjigje për studimet tuaja, për dokumenta të ndryshme, në lidhje me dashurinë, mund të jetë një person në distancë, por jo domosdoshmërisht. Në rastet e tjera mund të jeni duke pritur një përgjigje në lidhje me studimet tuaja. Ose me një trajnim, me një, nuk e di, gjithsesi ju shoh në pritje. Disa mund të jenë në pritje për t'u larguar jashtë shtetit, ose për të bërë udhëtime të shkurtra ose të gjata, ose ju jeni duke pritur diçka nga një rrugë e largët. Gjithsesi, është një muaj fantastik, energjia e qendrës është energjia juaj, ku tregon ndryshime që sjellin surpriza.
Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Keni fillime të reja të menduara mirë, fati ju ndihmon, keni udhëtime, studime ju shoh, do jeni të interesuar për të çuar para anën tuaj profesionale, por edhe për të bërë njohje të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij muaji. Por ndërkohë ju shoh edhe shumë emocional me sëndrave dhe iluzioneve. Gjithsesi, në çfarë do lloj situate që t'jeni, fati ju ndihmon për t'i çuar gjërat para. Ne marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thotë. Këtu më falni se nuk thash, po keni fejesa, martesa, për pjesën tjetër mund të keni bashkëjetesa, kontrata të rëndësishme, dhe kemi mbretëreshën e kupave, që është edhe energjia juaj. Dhe ju thot, hapni zemrën, thot, dhe shikoni njerëzit që ju rrethojnë, në qoftë se për pjesën e beqarëve, në qoftë se ju vërtet dëshironi një ndryshim të madh, një dashuri, atëherë hapni zemrën dhe shikoni njerëzit që ju rrethojnë. Në qoftë se ju dëshironi që të çoni gjërat para nga ana profesionale në lidhje me studimet tuaja ose në lidhje me emocionet tuaja, sepse është një kartë shumë emocionale, por edhe në lidhje me udhëtime të ndryshme, me dokumenta të ndryshme, çfarë do lloj situate që të keni, atëherë hapni zemrën, shikoni gjërat që ju rrethojnë, sepse gjërat do t'i zgjidhni aty ku jeni. Dhe ju thot, lërini, do keni dhe kontrata të rëndësishme. Është një film i bukur, ju thot, është një film i bukur, është një mesazh fantastik në lidhje me ju. E rëndësishme është të hapeni ndaj ofertave, ndaj mundësive, të hapni zemrën në lidhje me dashurinë, por është edhe një film i bukur, domethënë do jetë një muaj i bukur për ju, si një film i bukur, thot. Gjithsesi, kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot e radhës.